Shprehit që janë duke ju dëmtuar trurin. Ka disa shprehje në stilin tuaj të jetesës që e kërcënojnë shëndetin e trurit në mënyrë serioze. Shmangia e shujtës së mëngjesit. Kur duhet të nxitoni për në zyre, gjëja më e lehtë që e bëni është ta shmangni mëngjesin. Kjo ju jep kënaqësinë e arritjes në zyre më herët, por është diçka që ju kushton në shëndet më vonë. Flini vonë. Është shumë e zakonshme që njerëzit të flenë vonë, e posaçërisht vikendeve. Por, kjo është e rrezikshme për shëndetin e trurit. Kur qëndroni zgjuar deri vonë, ju vuani nga shtimi i peshës, rënia e flokëve dhe problemet e ndryshme të lëkurës. Konsumimi i ushqimeve me shumë sheqer. Këto ushqime e rrisin rrezikun e sëmundjes së Alzheimerit dhe sëmundjeve të zemrës, gjithashtu ndikojnë në aftësitë tuaja për të mësuar dhe e rrisin depresionin. Pirja e duhanit. Jo vetëm se pirja e duhanit është e dëmshme për mushkëritë, por është tejet e rrezikshme edhe për trurin. Kur pini duhan, ju i arritni vetes shanset për të pësuar sulm në tru.